Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Çdo ditë vishem për punë, por nuk kam ku të shkoj. Unë quhem Eriola, 32 vjeçe dhe çdo mëngjes zgjohem në të njëjtën mënyrë. Hap syt, shikoj orën, marr frymë thellë dhe bind veten të grihem. Edhe pse e di se nuk kam për të shkuar gjëkundi. Edhe pse nuk kam punë, unë vishem si të kisha. Vesh këmishën e bardhë që dikur e strukja poshtë bluzës së uniformës në zyrë. Luaj vetullat me të njëjtën kujdesi sikur do të më shihte shefi. Mbledh flokët njësoj si dikur, pastaj ulem në buzë të krevatit dhe pres që zhurma e telefonit të thyej heshtjen. Por telefoni nuk bie, as një email, as një mesazh, as një thirrje, asgjë. Dikur kam qenë ekonomiste në një kompani të madhe në Tiranë. Kisha zyrën time, tavolinën me dokumente, kolegë që më pyesnin për çdo problem financiar. Kam punuar 8 vite aty. 8 vite. Derisa një ditë na mblodhën të gjithëve në sallën e mbledhjeve dhe na njoftuan se kompania po ristrukturohej. Fjalë të bukura për të fshehur një të vërtetë të hidhur. Me pak fjalë na pushuan. Unë isha ndër të parat. Je zëvendësueshme, më tha shefi me një buzëqeshje të ftohtë. Mbeta pa fjalë. Momenti kur kuptova se gjithë energjia që i jepja, gjithë orët shtesë, gjithë sakrifica ime, nuk kishin më asnjë vlerë. Në fillim mendova se do e gjeja shpejt një punë tjetër. Kisha eksperiencë, kisha shkollë, kisha referenca të mira, por realiteti ishte krejt tjetër. Aplikova kudo, në banka, zyra, kompani financiare, call centera dhe në pozicione që ishin shumë më poshtë nivelit tim. Por asnjë përgjigje. Ditët kalonin, javët kalonin, pastaj muaj. Familja ime në qytetin e vogël më thoshte: mos u shqetëso, do gjesh diçka, ti gjithmonë ja ke dalë, por unë ndjeja që një grop përritej çdo ditë brenda meje. E fillova zakonin të vishja rrobat e punës, sikur të kisha një vend ku të shkoja. Nuk e di pse. Ndoshta nga frika se po e humbisja ritmin. Ndoshta për të mos e parë veten të dorëzuar. Ndoshta për të mos pranuar realitetin. Banesa ime e vogël në kombinat filloi të dukej si një kuti ku ngrihesha, vishesha, ulesha dhe pastaj hiqja rrobat përsëri në mbrëmje, pa dalë asnjëherë nga dera. Dhe unë nuk u tregoja askujt, as shoqeve, as familjes. Kur më pyesnin si po shkon puna, thosha mirë, shumë e ngarkuar. Në lagje, njerëzit më shikonin gjithmonë të rregullt dhe mendonin se jam një vajzë me punë të mirë në ndonjë institucion shtetëror. Nuk doja t'i zhgënjeja, nuk doja të më shikonin me keqardhje. Një ditë, ndërsa po shikoja veten në pasqyrë me këmishën e bardhë që nuk kishte më asnjë qëllim, ndjeva një boshllëk të thellë. Isha bërë aktore në rolin e jetës time, luaja një personazh që nuk ekzistonte më. Por gjërat e këqija nuk mbaruan aty. Kursimet filluan të mbaronin, qeran e paguaja me vonesë, pronari i shtëpisë më paralajmëroi 2 herë, faturat e dritave më vinin me paralajmërim shkëputjeje. Dhe unë e vishja të njëjtën këmishë sikur të isha duke shkuar në zyrën që nuk ekzistonte. Një mëngjes, ndërsa po dilja e gjoja për punë, u takova me një nga ish kolegët e mi. U shtanga, ajo mu afroi me buzëqeshje. Eriola, si je, si po shkon puna e re? Ndjeva sikur toka më iku nga këmbët. Për një moment mendova t'i tregoja të vërtetën dhe ta nxirja nga shpirti, por nuk e bëra. I thash, po mirë, jam duke u marrë me disa projekte. Ajo vazhdoi të lumtë, e di që ti nuk rri dot pa punë, dhe iku. Sa po e u largua, ula në një stol, më dridheshin duart, e kuptova se isha futur në një gënjeshtër të madhe. Një gënjeshtër që e kisha thurrur vetë, një gënjeshtër që po më mbyste. Atë ditë, pas shumë muajsh, hyra në shtëpi dhe hoqa rrobat e punës për gjithmonë. I palosa, i futa në një kuti kartoni dhe e mbylla kapakun. Mu duk sikur mbylla një epok. Qava se nuk isha qarë prej vitesh, jo nga dëshpërimi, por nga çlirimi, nga pranimi i së vërtetës.
Atë mbrëmje hapa laptopin dhe fillova nga e para me sinqeritet të plot. Bëra një CV të re, aplikova kudo, pa pretendime, pa turp, pa iluzione. Dhe një ditë, pas shumë kohësh, mora një telefonat. Një kompani e vogël kërkonte asistente financiare, një rrogë modeste, orar i gjatë, punë shumë, por ishte një shans. Dhe unë e pranova. Sot nuk jam rikthyer ende në jetën time të vjetër, por të paktën kam një derë ku hyj çdo mëngjes dhe një vend ku më duhet vërtet. Dhe më e rëndësishmja, tani dal nga shtëpia e veshur për punë dhe vërtet kam ku të shkoj.